Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Interpelanca ndaj anëtarëve të Këshillit Gjyqësor përplasin në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut kryetarin Afrim Gashi me kryeparlamentarin nga radhët e BDI-s Talat Xhaferi. Përfaqësuesi i opozitës ishte i mendimit se shkarkimi i anëtarëve të Këshillit Gjyqësor ishte në kundërshtim me rregullat dhe procedurat. Nëse janë zgjedhur 3 anëtarë të Këshillit Gjyqësor me shumicë nga numri i përgjithshëm dhe me shumicën e dyfish me badinter, që rezulton nga 5 propozime 3 të jenë të zgjedhur me badinter, ju propozoni të shkarkoni vetëm me 61 votë. Jeni kundërshtim me përcaktimet e procedurave dhe rregullave të zgjedhjes së shkarkimit të zgjedhurve që zgjidhen nga Kuvendi. Kështu që bani llogari nëse ashtu e keni përgatitur me kota ndryshoni, mos bëni haos, siç jeni mësuar të bëni haos këtu në këtë parlament. Ndërsa kryeparlamentari Gashi deklaroi se Xhaferi theu rregullore në Kuvendit pasi kërkoi fjalën për diçka tjetër dhe foli për anëtarët e Këshillit Gjyqësor. Një faleminderit, e para nuk i ka hije një ish kryetarit parlamentit ta thej rregullore në këtë mënyrë, të kërkoj fjalë për diçka tjetër, të paraqitur për diçka tjetër, por s'ka lidhje. Sa i përket, edhe pse nuk kam nevojë të replikoj sepse nuk ishte procedurale, vetëm një shpjegim për hir të opinionit dhe të deputetëve. Nuk bëhet fjalë për shkarkim. Po flasim për interpelancë. Instrumenti i interpelancës vlen për në të gjitha format është e njëjtë. Koalicioni i qeverisës në Maqedoninë e Veriut akuzon Këshillin Gjyqësor se është e ndikuar nga opozita. Nga VMRO-DPM-ja thonë se Këshilli emëroi një gjyqtar të BDI-s për kryetar të Gjykatës Supreme. Koalicioni i qeverisës pretendon se dhe kryesia e LSDM-s është peng i BDI-s. Si mund të ketë luftë efektive kundër korrupsionit kur aktorët kryesorë në qarqe gjyqësore dhe prokuroriale janë bandat e BDI-s dhe LSDM-s? Lufta e LSDM-s është një luftë për strukturat kriminale në drejtësi që janë në kontrollin e tyre dhe që synojnë shpëtimin e të afërmëve të tyre në procedimin penal. LSDM-ja është nervoze për sulmin ndaj VMRO-DPM-ja sepse ne kemi shpallur luftë kriminalëve në të gjitha nivelet, përfshirë dhe ata në gjyqësor, thonë nga VMRO-DPM. Bashkimi Demokratik për Integrim shpreh shqetësimin për gjendjen e sigurisë në komunën e Çajirit në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ajo është ndruar në një vend të rrezikshëm për të jetuar dhe për të rritur fëmijët, siç thotë, pasi qytetarët marrin kërcënime të drejtpërdrejta për jetën nga kaosi urban. Kërcënimi i jetës së fëmijëve është një vije kuqe. Andaj kërkojmë menjëherë të ndërhyjnë institucione kompetente dhe të parandalojnë një tragjedi të mundshme. Njëkohësisht të mbajnë edhe përgjegjës të gjithë ata persona që e kanë lejuar këtë gjendje alarmante. BDI tha se kjo situatë në Çajir është rezultati i neglizhencës së kryetarit komunës që, siç thotë, ka zhdukur çdo ndjenjë përgjegjësie dhe llogaridhënie. Kjo situatë është rezultati drejt për drejt i neglizhencës së kryetarit të komunës Visar Ganiut, i cili në vend që të kujdeset për sigurinë e banorëve, ka zhdukur çdo ndjenjë përgjegjësie dhe llogaridhënie që ka ndaj tyre. Qytetarët tashmë atë po e kërkojnë tek njerëzit e humbur, për shkak se ai dhe klika që e kontrollon atë e kanë shndruar Çajirin në një komunë të pamenaxhueshme përmes korrupsionit masiv dhe shpërfilljes totale që kanë ndaj problemeve të përditshme të qytetarëve. Deklarojnë nga Bashkimi Demokratik për Integrim në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Opozita maqedonase kërkon dorëheqjen e ministrit Stefano Donovski. LSDM-ja akuzon për skandalin në rrjetet e tenderave në ministrinë e tij. Nga opozita maqedonase thonë se Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit dhe Prokuroria Publike duhet të veprojnë më njëherë për zbardhjen e plotë të rastit. Ministri Stefano Donovski ka pranuar hapur se 2 tender nga ministria e tij kanë përfunduar te bashkëshorti i sekretares së tij shtetërore, Klinçarova, dhe në vend që të jap dorëheqjen, ai pranon me paturpsi kontratat e lidhura me bashkëshortin e sekretares shtetërore si kursim parash, thonë nga VMRO-DPM. Bashkimi Demokratik për Integrim paralajmëron se do të përdorin çdo mjet demokratik dhe institucional për të mbrojtur ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe. Në kumtes thuhet se opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut konfirmon përkushtimin e saj të palëkundër për mbrojtjen e ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe, një arritje e shenjtëruar nga sakrificat e dëshmorëve tanë. BDI nuk do të lejojë që asnjë shkronjë ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe të ndryshohet, pavarësisht kostos politike, sepse ky ligj është miratuar mbi gjakun e dëshmorëve, deklarojnë nga BDI. Sa i përket zgjedhjeve lokale, ajo është e gatshme të përballet në çdo kohë. Rajoni. Konfirmimi i mbështetjes së NATO-s ndaj Kosovës ishte në thelb të takimit ndërmjet presidentes Vjosa Osmani dhe sekretarit përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte. Pjesa e agjendës së takimeve të sekretarit përgjithshëm të Aleancës ishte dhe tryeza me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Më herët Rutte zhvilloi një tur takimesh dhe në Bosnjë dhe Hercegovinë, ku deklaroi se nuk do të lejohet me kurrë të ndodhin ngjarje si ato në Bosnjë dhe Kosovë. NATO fully supports the sovereignty and territorial integrity of Bosnia and Herzegovina.
NATO garanton suvranitetin e Bosnjë dhe Hercegovinës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, deklaroi se Alianca mbështet suvranitetin dhe integritetin e Bosnjë dhe Hercegovinës dhe theksoi se nuk do të lejojë që paqja e fituar me mund në këtë shtet të vihet në rrezik. Në një konferencë për mediat në Sarajevo pas takimit me anëtarët e presidencës trepalqe, Rutte tha se situata aktuale nuk është sikurse në vitin 1992 kur nisi lufta në Bosnjë. But let's be clear, this is not 1992. Vizita e Rutte's u zhvillua në kohën kur autoritetet e Republikës Srpska, duke kërcënuar me shkëputje, kanë tentuar të ndalojnë funksionimin e institucioneve shtetërore të drejtësisë dhe policisë në territorin e këtij entiteti. Kosova u jep mundësinë shtetasve të saj që deri dje kanë qenë të regjistruar në Gjermani si emigrant nga Serbia, të regjistrohen si shtetas Kosovës. Përmes rrjeteve sociale, ambasadori i Kosovës në Gjermani, Faruk Ajeti, deklaroi se ata mund të drejtohen organeve kompetente gjermane dhe të kërkojnë që në kategorinë e shtetësisë të largohet njëherë përgjithmonë shtetësia e Serbisë. Duhet të kërkoni që në kategorinë e shtetësisë së dokumentacionit përkatës të largohet njëherë përgjithmonë shtetësia e Serbisë. Për informacione shtesë, lutim qytetarët e Kosovës të kontaktojnë ambasadën tonë në Berlin apo misionin më të afër konsullor në Gjermani, si në Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Munich apo Stuttgart. Ambasadori Ajeti ka bërë të ditur se ky ndryshim vjen nga një qarkore nga Ministria Federale e Punëve të Brendshme e Gjermanisë. Jo vetëm 16 lande gjermane, por edhe mbi 5200 qendra të regjistrit civil në krejt Gjermani e kanë pranuar tashmë një qarkore nga Ministria Federale e Punëve të Brendshme të Gjermanisë, ku janë njoftuar për ndryshim të rëndësishëm për shtetasit e Kosovës, të cilin edhe ne do ta publikojmë. Ata tani tutje do të regjistrohen vetëm si shtetas të Republikës së Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës pozicionohet qartë se nuk do të bashkëpunojë me vetëvendosjen. Sipas mbledhjes së kryesisë së partisë, kryetari i LDK-s Lumir Abdixhiku tha se qëndrimet paraelektorale të partisë së tij nuk kanë ndryshuar. LDK-ja ka të qartë pozicionin e vet politik karshi lëvizjes vetëvendosje. Nuk duam, nuk kemi dhe nuk punojmë për një bashkëpunim me ta. Të deklaratë e bëri pas mbledhjes së kryesisë, e cila zgjati mbi 5 orë. Krahas asaj, kreu i LDK-s tha se nuk ka pasur takim me asnjë parti pas zgjedhjeve. Po ashtu, qëndrimi elektoral e paraelektoral ka qenë se LDK-ja nuk do të jetë pjesë e asnjë qeverie pa pozitën e kryeministrit. Ky vazhdon të jetë qëndrimi tani. Dhe po ashtu kemi thënë se LDK nuk synon dhe nuk do të punojë për një qeveri afat shkurt. Pra pas zgjedhjen e çështjes bazike të presidentit që përcakton zgjedhjet e Ashtme Nacionale të Kosovës, LDK-ja nuk beson se do të ketë stabilitet qeveritar dhe për qeveria pa shkurtëve nuk është e interesuar fare. Deklaroi Lumir Abdixhiku. Prishtina zyrtare e dyshime për zjarrvënie të qëllimshme në të gjithë territorin e vendit. Drejtori ekzekutivi i Agjencisë së Menaxhimit Emergjent të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës, Gent Smeta, i shpreu shqetësimin se situata e zjarreve në Kosovë është jashtë normales. Këto situatat jashtë normale, cilat jemi sot, këtu vën në rrezik edhe operacionalitetin sepse janë të shpërndara me numër të madh në të gjithë vendin. Domethënë është numri 294 raste për 3 ditë i paimagjinueshëm. Sipas tij dyshohet se shumica prej zjarreve janë shkaktuar nga dora e njeriut. Të dhënat e Agjencisë së Menaxhimit Emergjent nga e premtja deri të hënën tregojnë se janë regjistruar 294 raste të zjarreve, ndërsa gjatë javës së parë të marsit ishte raportuar për 57 raste. Në një konferencë për mediat, Meta i tha se zjarret më të rrezikshme aktive janë në fshatrat e Drenasit, Kamenicës dhe Malishevës. Zjarret aktive momentale më serioze janë në Drenas, në fshatin Dobroshec, në Kamenicë, në fshatin Kirishev dhe në Malishev, në Drenac. Flasim për shkaqet e zjarreve, shkaqet kryesisht janë, dora e njeriu. Vijnë nga faktori njeri. Sipas sistemit evropian të informacionit për zjarret në pyje, gjatë vitit 2024 në Kosovë ishin regjistruar 94 zjarre të cilat kishin ndjekur gjithsej 12.079 hektar pyje dhe shkure. Konsultimet e përbashkëta Shqipëri-Kosovë për të rritur bashkëpunimin e mbrojtjes ishin në thelb të takimit të mbajtur në Tiranë ndërmjet ministrit të mbrojtjes së Jug Maqedonisë dhe ministrit të mbrojtjes së Shqipërisë Piro Vengu. Në një takim vllazëror midis vendeve tona, në këtë mjedis të brish siguria janë përparësi strategjike dhe janë një domosdoshmëri e kohës, thuhet në kumtesën e Ministrisë së Mbrojtjes së Shqipërisë. Serbia paralajmëron për lëkundje serioze të situatës së sigurisë në Ballkan. Gjatë valës së protestave që ka përfshirë mbar vend, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi se Serbia po përpiqet të ruajë paqen dhe stabilitetin si dhe sigurinë e të gjithë qytetarëve të saj. Presidenti serb kishte deklaruar se në protestën dhe bllokadën e paralajmëruar nga studentët më 15 mars në Beograd, opozita pritet të organizojë dhunë të madhe. Në mbledhjen e qeverisë, Vučić tha se u diskutua për situatën aktuale të sigurisë në vend e rajon, veçanërisht për sfidat e sigurisë në Kosovë dhe në Bosnjë dhe Hercegovinë. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
Partia Socialiste ka gati kandidatë për deputet në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, më 12 mars është afati i fundit për dorëzimin e KQZ. Shumica e grupit parlamentar të Partisë Socialiste do të jetë në listën e hapur. Sipas formulës së prezantuar nga kryesocialisti Rama, vetëm drejtuesit politik të qarqeve do të futej në lista të sigurta, ndërkohë të gjithë deputetët me një mandat të fituar në siglën e PS-s do të luftojnë për vota në listën e hapur. Do kemi një skuadër të ripërtrirë, do kemi një skuadër ku do të harmonizohet eksperjenca e domosdoshme dhe energjia pozitive e motrinjve. Do kemi një skuadër që do të garantojë vazhdimsinë e një procesi historik, siç është procesi i antarësinë në Bashkimin Evropian. Një skuadër që do të ketë të gjithë dijen e nevojshme të brendshme, pra brenda institucioneve, për çfarë bëhet fjalë. Listat e hapura do të jenë për figura të reja politike, por dhe për gra deputete të cilat mund të futen edhe në listat të mbyllura, si Evis Kushi, Lindita Nikola, Milva Ekonomi dhe Tilda Gjoni, ndërkohë nga deputetët meshkuj është tërhequr Gagara Petro Koçi. Në listë të mbyllur do të jetë ministri Arbian Mazniku si drejtues politik i qarkut Elbasan. 46 kandidat për deputet sipas kodit do të jenë në listën e mbyllur, 14 vende prej të cilave deri tani janë zënë nga drejtuesit politik. 32 vende të sigurta sipas parimit të kryesocialistit mbeten për të rinj figura me kontribut që nuk e kanë kur një mandat deputeti. Pjesa tjetër do të duhet të luftojë që socialistët të ruajnë pozitat e vitit 2021 me 74 mandate deputetësh. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha paraqiti koalicionin Aleanca për Shqipërinë Madhështore për zgjedhjet e 11 majit. Ai cilësoi koalicionin më të fuqishëm në 32 vite që përfaqësojnë shumicën absolute. Koalicioni përfaqëson, e them edhe një herë, minimumi 26% të zgjedhjeve të Shqipërisë. Minimumi. Mundet më shumë, po më pak jo asnjëherë. Atëherë pa diskutim që ky koalicion me pothuaj 1/3 e zgjedhjeve do ketë përfaqësinë në listat e mbyllura. Për ish-kryeministrin kjo është një ditë shumë e veçantë në historinë e përpjekjeve shqiptare për liri dhe dinjitet. Listat e Partisë Demokratike i ka dorë antarësia. Do shpallur, kryetarët e qarqeve do jenë aty, do japin mendimet e tyre, kryesia do vendos nuk është gjerson në mënyrë absolute asnjë listë, asnjë qarku diskutuar apo përfunduar përveç se atyre që kanë bërë vetë antarësi. Kryedemokrati theksoi se koalicioni ka në përbërje vajza dhe djem, burra dhe gra qendrestar të pamposhtur, personalitete patriotë, ekspertë të shquar, të shkolluar në shkollat më të mira të Europës dhe të botës. Sipas Berishës, koalicioni nis garën elektorale me një përsi të jashtëzakonshme morale. Parlamenti Evropian konfirmon se do të hapë zyrë rajonale me Selin në Shqipëri. Ajo ka për qëllim forcimin e mëtejshëm të angazhimit në Ballkanin Perëndimor. Në kontekstin e tensioneve të rritura gjeopolitike dhe momentit të rinovuar pas zgjerimit të Bashkimit Evropian, zyra e re e Parlamentit në Tiranë do të shërbesë një pikë kyçe kontakti midis Parlamentit Evropian dhe parlamenteve kombëtare, shoqërisë civile dhe partnerëve lokal në Ballkanin Perëndimor, thuhet në komunikatën e lëshuar nga Parlamenti Evropian. Ajo do të promovojë pozicionet dhe aktivitetet e parlamentit veçanërisht në lidhje me pranimin në BE dhe do të mbështesë demokracinë dhe reformat institucionale në rajon. Hapja e zyrës gjithashtu do të shërbejë në përgatitjen dhe ndjekjen e vizitave zyrtare nga eurodeputentët, ndërkohë që do të forcojë bashkëpunimin me aktorët e tjerë të Bashkimit Evropian në terren dhe me organizata ndërkombëtare si dhe të shoqërisë civile. Rritja e bashkëpunimit ndërmjet Shqipërisë dhe Suedisë ishte në thelb të takimit ndërmjet ministrit për ropën dhe punët e jashtme të Shqipërisë Igli Hasani me ministrin për çështjet europiane të Suedisë Jessica Rosengrantz. Gjatë takimit të dyja palët kanë theksuar bashkëpunimin dhe lidhjet e frutshme mes Shqipërisë dhe Suedisë, si dhe kanë nënvizuar angazhimin e përbashkët për të ruajtur dhe forcuar vlerat demokratike, paqen dhe sigurinë në Europë. Forcat e armatosura shtojnë radhët me ushtarak me gradë të larta. I pranishëm në ceremoninë e zhvilluar me këtë rast në Ministrinë e Mbrojtjes, ministri Piro Vengo vlerësoi kontributin e gjithë secilit prej ushtarakëve dhe theksoi nevojën që kanë forcat e armatosura për investime në kapacitete njerëzore përballë sfidave të kohës. Ç'është e vërtetë, kemi më shumë general brigade se brigada sot, absolutisht. Qoftë komponentin operacional, qoftë në komponentin efektiv. Po kjo nuk do të thotë që nuk duhet i kemi në të ardhme, dhe besoj se të gjithë e keni parë që direktiva e mbrojtjes 25 fillon me rritjen e numrit personelit aktiv. Ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë deklaroi se zgjerimi i terrenit të misioneve të forcave të armatosura nga pikpamja e industrisë ushtarake do të jap mundësinë që t'i promovojmë këto kapacitete dhe t'i shfrytëzojmë në këndvështrimin e gërshetimit midis forcave dhe industrisë. Në të gjithë misionin që kemi këtë vit për tërësinë e forcave,
në mënyrë që ta transformojmë këtë besim të madh tek paguesve shqiptar, detyrim në kuadër të përgjegjësive që kemi pranë aleancës dhe përballje me kërcënimet e gjithanshme që kemi, në mënyrë që rritja e buxheteve të mbrojtjes të transformohet në një oportunitet ekonomik për vendit, për gjithë shqiptarët dhe të kemi një qasje gjithëpërfshirëse për sa i përket qëndrueshmërisë së Shqipërisë. Me dekret të Presidentit të Republikës, General Brigade Ferdinand Dhimo dhe Petrit Çuni do të mbajnë gradën General Major, kundër Admiral Adnan Agastra do të mbajë gradën Nën Admiral, ndërsa kolonelët Ardian Lilo, Bebie Kuti dhe Hamdi Doda do të mbajnë gradën Madhore General Brigade. Bota. Presidenti i Komisionit Evropian është e mendimit se iluzionet për sigurinë europiane janë shkatruar. The European security order is being shaken and so many of our illusions are being shattered. Gjatë një fjalimi në Parlamentin Evropian, Ursula von der Leyen tha se rendja e sigurisë europiane është rënditur thellë dhe iluzionet tona janë shkatruar. We thought we were enjoying a peace dividend, but in reality we were just running a security deficit. The time of illusions is over now. Europe is called to take greater charge of its own defense, not in some distant future, but already today. Ne menduam se po shijonim një dividend paqeje, por në realitet kishim vetëm një deficit sigurie. Europa është thirrur të marrë më shumë përgjegjësi për mbrojtjen e saj, jo në të ardhmet të largët, por sot ta krijojë Komisionit Evropian. Von der Leyen deklaroi se investimet në mbrojtjen europiane janë të nevojshme për shkak të situatës në Ukrainë dhe se është urgjentisht e nevojshme të plotësohen boshllëqet në furnizimin ushtarak të Ukrainës dhe t'i ofrojnë garanci të forta sigurie. Rusia dhe SBA-ja ranë dakord të martët të fillojnë të punojnë për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë për të përmirësuar lidhjet e tyre diplomatike dhe ekonomike, thanë diplomatët e lartë të dy vendeve pas bisedimeve që pasqyruan një pamje në politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nën presidentin Donald Trump. Në intervistë për Associated Press pas takimit, sekretari i Shtetit Marco Rubio tha se është rënë dakord konkretisht për të ndjekur 3 qëllime: rivendosin e stafit në ambasadat e tyre përkatëse në Washington dhe Moskë, për të krijuar një ekip të nivelit të lartë për të mbështetur bisedimet e paqes në Ukrainë dhe për të eksploruar llogaridhënie më të ngushta dhe bashkëpunim ekonomik. Bisedimet midis delegacioneve nga Ukraina dhe Shtetet e Bashkuara për të dhënë fund luftës 3 vjeçare të Kievit me Moskën u hapën të martën në Arabinë Saudite. Reagimi erdhi disa orë pasi mbrojtja ajrore ruse rrëzoi 337 dronë ukrainas mbi Rusi. Zyrtarët ukrainas thanë se ata do të propozojnë një armë pushim që mbulon detin e zi për transport më sigurt, ndalimin e sulmeve me raketa me rrezik të gjatë që kanë goditur civilet në Ukrainë dhe lirimin e të burgosurve. Zyrtarët e lartë thanë se Kievi është gjithashtu i gatshëm të nënshkruajë një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara për aksesin në mineralet e rralla të tokës të Ukrainës. Sekretari i Shtetit Marco Rubio tha se delegacioni i SBA-s nuk do të propozonte ndonjë masë specifike për të siguruar fundin e konfliktit 3 vjeçar, por donte të dëgjonte nga Ukraina se çfarë do të ishin të gatshëm të merrnin në konsiderat. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.